Të nderuara media, Kosova është ndërtuar me sakrificë, me mend dhe me angazhim të madh të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe me besimin se zëri i qytetarëve ka fuqi. Prandaj sot qytetarët e Kosovës duhet të dalin në mënyrë masovike të japin drejtim vendit për 4 vite të ardhshme. Pra vota atyre do shkojë për përcaktimin e të ardhmes tonë dhe duke qenë se si Republikë e Kosovës kemi dreguar një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe ndër vite, pra pavarësisht si një demokraci e re, kemi treguar përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe dhe kemi arritur me ndërtu një vend i cili tashmë mban zgjedhje të lira, të rregullta, pa asnjë problem, pa asnjë vështirësi. Andaj edhe sot i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të dalin masovikisht në këto zgjedhje dhe ta përcaktojmë të ardhmen tonë për 4 vite.